Në mjediset e oborrit të katedrales së Shkodrës nisi edicioni i parë i panajirit të librit, Libri të Ban të Lirë, një ngjarje veçantë kulturore që për 3 ditë me radhë do të mbledh shkrimtar, botues, artistë dhe dashamirës të librit nga Shqipëria e Kosova në kryeqendrën e Veriut. Epoka digjitale për shkak të një fluksi të jashtëzakonshëm të lajmeve të rreme, të fake news, po e humb çdo ditë besimin, po humb çdo ditë mundësinë për me kontaktu me njerëzit. Kontakti me njerëzit ka me ardhë dhe me u zhvlefsu, ka me pas një inflacion kaq të madh, sa që njerëzit do t'i kthehen edhe një herë kulturës së shkruar, kulturës së shtypur. E ne që përpiqemi ta majmë fort librin, përpiqemi të majmë fort pikërisht një këtë fill. Në qytetin ku lindën shtëpitë e para botuese dhe doli një plejadë e madhe kolosësh të letrave shqipe, nuk kishte më herët një panajir. Prandaj lindi zanafilla për ta organizuar në këtë periudhë, kur edhe qyteti njeh një rritje të numrit të vizitorëve. Se ende nuk e kemi humbur shpresën që kemi lexues që na ndjekin edhe këtu në Shkodër, ashtu si gjithmonë e përherë, që në kohët më të vjetra e deri më sot, tradita e këtij qyteti e do që ta përqafoj librin dhe leximin. Gjatë këtyre 3 ditëve, njerëzit e moshave të ndryshme do të kalojnë nga një stend në tjetrin, do të ndalen, do të shfletojnë, sigurisht dhe do të blejnë për të pasuruar mendjen edhe bibliotekën personale. Ky është edicioni i parë i këtij panajiri që synon të kthehet në një traditë vjetore që promovon leximin, lirinë dhe kulturën në qytetin e dijes.